Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çefoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ditën e premte Tirana do ketë një event me të vërtetë më i madh se sa për masat e Shqipërisë edhe të vetë Kosovës, po do jetë mbar kombëtar dhe mbar diasporë. Në një tubim proteste, besoj që do të jetë 10 mijëra, ndoshta edhe 100 mijëra shqiptarë do të protestojnë në mbështetje të ish luftëtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës që mbahen padrejtisht në Hagë. E them padrejtisht sepse deri tashmë asnjë provë nuk ka kundër tyre. Ky është tubimi i parë i këtyre përmasave në Tiranë. Por se si do organizohet ky tubim, çfarë do ketë si agjend ky tubim, por edhe impakti që ai do ketë edhe për procesin që është në Hagë, unë kam ftuar një personazh që ka qenë protagonist jo vetëm në kohën e luftës, në vitin 1999, po një nga organizatorët e këtij tubimi, Azgan Aklaj. Më mirë se Azgan Aklaj nuk mund të flasë kush për këtë protestë, po edhe për atë që po ndodh në Hagë. Azgan, faleminderit për prezencën këtu në studio. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që na dhat që të bëjmë edhe një thirrje nga studia juaj për gjithë shqiptarët, pa dallim bindjesh politike, besimesh fetare, apo përkatësisht në cilin shtet ndodhen, sepse shqiptarët janë 4-5 shtete tani. Por shpresojmë, besojmë që shqiptarët nga gjitha trojet etnike të kombit shqiptar dhe nga diaspora, dhe nga diaspora do të jenë me ne me datën 17 në orën 17 në sheshin Skënderbej. Okej, kush ishin iniciatorët e këtij? Si u organizua kjo? Ky është një organizim i tretë pas protestës madhe në Prishtinë dhe pas protestës në Hagë të shoqatave. Kjo është hera e parë në Shqipëri. Po, hera e parë në Shqipëri, janë organizatat e dala nga lufta dhe pastaj mbështetjet që kanë gjetur në Shqipëri. Po, kush konkretisht? Sigurisht Unioni Artistik i Kombit Shqiptar është bërë që në fillim pjesë e mbështetjes, që unë e përfaqësoj, dhe sot të jenë rreth 15 shoqata patriotike që të lidhen në orën 17 në Hotel Tirana. Koordinim sot? Po, nën koordinimin e zotit Hajdari të shoqatave të Tiranës. Po, për t'i dhënë një mbështetje. Shoqata Tirana? Shoqata Tirana dhe shoqata të tjera. Dhe shoqata të tjera. Janë dhe disa përfaqësues të universiteteve që dhe dëshiroj të përshëndes dhe presidentin Alfred Mesiu, që do jetë president dhe foli që është drejtuar me një kërkesë për mbështetje, gjithashtu dhe disa parti politike, madje edhe kryeministri zoti Rama. A do vinë, se kjo është pyetja, a do vinë politikanë shqiptar aty? Unë shpresoj se po. I keni bërë ftesë? Ne kemi drejtuar të gjitha partive politike të Shqipërisë dhe besoj, e shpresoj, jam besim plot të shpresmadh që ata do të vinë në sheshin Skënderbej në një çështje të madhe kombëtare. Kjo është një beslidhje e dytë e shqiptarëve, e them beslidhje e dytë. Tani, do të thënë ju i keni ftuar gjithë politikanë? Të gjithë. Dhe po i ftojmë edhe një herë. Tani, një sekondë tani, e ke ftuar edhe Edi Ramën dhe Sali Berishën? Gjithmonë, që po i bëj ftesë publike. Po jo, e ke çuar ftesë me lezë, dikur më fton mua. Ftesë publike. Një sekondë, Azgan, ti kur më fton mua më thon Roland, kam dërguar një ftesë, e ke në celular? Ne ju kemi drejtuar. A u ke dërguar? Të gjitha partive politike. Por Edi Ramës me emër i ke dërguar? Edi Rama s'pati nevojë të dërgojmë se doli më njëherë dhe tha ju përgjigja kërkesës publike. Po zoti Berisha? Zoti Berisha ka vendin e tyre, zoti Berisha ende ka heshtur. Zoti Berisha a ka thënë? Po bën dasi këtu. Jo. Azgan, ti du t'i qoj ftesën, ti je qytetar, ti je ti... Dëgjom. Zoti Berisha ka, të mos e politizojmë, Zoti Berisha ka deklaruar se jem bërë nën grata për shkak qëndrimit për Kosovën. Ja ku ka Kosovën pra? Ti po i bën thirrje Zoti Berisha që të vi? Po gjithë Partisë Demokratike Zoti Berisha. Të vi aty. Po. Do të thënë, thirrje Zoti Rama. Po gjithëve. Thirrje Zoti Berisha. Po gjithë kryetarëve të partive politike. Kryetarët e partive politike. Presidentit. Po edhe presidentit. Të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. 140. Të vinë në protestë. Se unë besoj që s'ka shqiptar që s'do vinë në këtë protestë. Unë do vi. Unë po e drejtoj. Tu s'ka nevojë të ftosh. Po s'ka nevojë të ftosh. S'ka nevojë të ftosh, po tash. Je i ftuar. S'ka nevojë të ftosh. Me ftesë je ftuar. Unë po bëj një ftesë publike. Jo, s'ka nevojë të ftosh për çdo qytetar, them, po për këto për figurat shtetërore, unë besoj që duhet të çoni një ftesë. Kjo është një ftesë publike, një protestë. Nuk të fton kush, hajde në protestë. Tani, do bëj ndërprerje, sepse ti sa herë që vjen këtu vë një kapele tjetër. Në zgjedhje merr dhe këtu me kapelen e partisë, si quhet partia? Demokratët Euroatlantik. E kam harruar fare ti. Ikët më në fund.
Tash ti po politizon, kemi të flasim për çështje. Pse morëm fund? Do të pyes për këtë. Pse morëm fund? Ke drejt, tani e kalojmë pastaj. Do të flasim Jo, pastaj. do ta trajtojmë patjetër. Po patjetër do ta trajtojmë, ta kam çu te platforma. Se kam pa fare, se unë nuk pyes çfarë do të pyesësh. Më shpjegojnë çik të kapele, mund ta heqësh të na shpjegosh ato inicialet aty? Kjo është UÇK, Ushtria Mund ta Çlirimtare heqësh e Kosovës, po. Ta shikoj. Sa do kisha dëshirë dhe unë të kisha një kapele tillë? Ta vendosim kokë? Më lejo? Vendosëm? Patjetër. Patjetër. UÇK. Do vija me shumë qef. Edhe ti je UÇK. Po patjetër. Se slogani kështu. Po çfarë thua më? Slogani kështu është. Po çfarë Unë jam UÇK. Po kjo është fantastike më si, kjo është nder. Jo nuk ta marr, jo, mos ke frikë, do jap. Di që s'më. Tani, kush e bëri këtë kapele? Unë kam marr nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, kush e ka përgatitur, kush e ka stilizuar, nuk. Po jo, që atëherë në atë kohë po janë të re. Ja, të janë të re. Nuk është asaj kohe. Tani do jenë të gjithë me këtë kapele në tubim? Do jenë me kapele, do jenë me qeleshe të bardhë, me plis. Sepse historikisht ka qenë për këtë plis e jap një plis. Do më thënë për këtë tokë e jap një kokë. Historia na ka mësuar që ne çdo pllëm toke jemi detyruar ta mbrojmë me gjak. Asgan, nuk do ishte e bukur që të gjithë pjesëmarrësit në tubim të kishin kapelen në Po ishte shumë e bukur. Po pse se organizojnë këtë? Po këtë ne po mi për thirrje, po e bëjmë edhe këtu. Po thirrje. Bëni ca kapele, pse ka njëri që si bën kapele? Ka mundësi të vijë me kapele, të vinë me kapelen e UÇK-s. Sot është moment historik. Se ta shikoj kështu Edi Ramën me kapelet të UÇK-s. Se prerë parë unë vendosja një kapele të UÇK-s në jetën time. Se është moment. Po është nder, është krenari. Pse është moment historik? Po, ma thuaj. Drejtuesit e UÇK-s, pra çlirimtarët ndodhen në Hag me aktakuza të fabrikura. Parë nga pikpamja juridike, ata akuzohen për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Çfarë është kjo, domethënë kjo ndërmarrje për përbashkët kriminale? Po pra, asnjëri nga ata, ka jurist që shpjegon këtë? Asnjëri nga ata nuk ka aktakuzë personale. Dhe po këto aktakuza janë me dëshmitar nën intimidim dhe me dëshmitar të bija serbe. Pra, nuk shtrohet problemi i dënimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit. Dënohet historia e UÇK-s. Këta e njerëzit që kanë firmuar, Hashim Thaçi ka firmuar në Hag, zotëri. Më fal, në Rambuje. Ka firmuar në Rambuje. Dhe thani është në Hag. Hashim Thaçi ka marrë fjalimin e shpalljes pavarësisë së Kosovës. Është në Hag, pra është në Hag historia. Me aktakuzë të krijuar fabrikisht nga dëshmitarët bija serbe. Do kemi një ndërprerje publicitare në këtë moment dhe do kthehemi sërish.